Mistere nga hapësira. Sot dua të diskutoj një argument vërtet serioz dhe dua ta diskutoj me ju dhe do të dëshiroja një komentin tuaj. Njeriu, sipas jush, a ka shkuar në hapësirë? Sepse duhet të dini që atmosfera e tokës është në disa shtresa, por unë e kam fjalën për tej hapësirës. Pra, sipas jush, a ka shkuar ose jo? Është një argument vërtet serioz sepse në radhë të parë njëri informohemi, por duke diskutuar së bashku, padyshim do kuptojmë më shumë të vërtetën. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende ti bëj like faqes dhe videosh që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë, sinqerisht. Dua ta nis nga këtu. Pra, njeriu, a mendohet sepse ka një teori ku thuhet që njeriu nuk mund të tejkalojë eksosferën, sepse krijohen disa probleme, disa anomali të trurit njeriut që unë do t'i them një nga një. Më dëgjoni me kujdes. Shikoni, gjëja e parë, duhet të dini që nga momenti që njeriu u mundua që të shkojnë ose të ngjitet sa më lart, të jetë mund ose të shkëputet sa më shumë nga atmosfera e tokës, dhe aq më informacione për sa i përket problemeve që ka astronauti teksa ngjitet ose teksa shkëputet. Ka. Sepse qoftë rusët, por qoftë edhe amerikanët, madje edhe të fundit edhe kinezët, tregojnë që njeriu kur shkon në hapësirë, truri i tij pëson disa anomali. Unë do them anomali, por ka patur dhe probleme të rënda derisa kanë humbur jetën. Për shembull, në vitet 60 kanë humbur jetën kush e di se sa astronaut. Por do ta fillojmë nga këtu. Atëre, duhet të dini që shtresat e atmosferës janë disa, pra të përcaktuara nga njeriu këto, sepse duke jo vetëm trysnia, por i kanë dhënë një emër këtyre shtresave që të përcaktojnë pra kilometrat parafërsisht. Dhe troposfera është ajo ku jeton njeriu, është rreth 15 kilometra parafërsisht. Troposfera, që është aty ku merr oksigjenin, ku merr ajër, ku lëviz etj. Njeriu. Mirë, po sa më shumë ngjitemi dhe aq më pak oksigjen ka. Kështu që në stratosferë, që është ajo mbi troposferën, është rreth parafërsisht 58 kilometra. Dhe në këtë shtres njeriu ka shkuar, thuhet, por nuk ka në një problem të madh, vetëm që fillon dhe humbet graviteti i tokës, pra tërheqja e tokës. Mirë, po pas kësaj është edhe mezosfera, pastaj është dhe termosfera, që është rreth 600 ca kilometra, parafërsisht lart, dhe pastaj vjen eksosfera. Eksosfera është rreth 10.000 kilometra. Pra, tej kësaj, tej 10.000 kilometrave, astronautët a kanë shkuar ose jo? Sipas të dhënave që na tregohet që kanë shkuar, por dëgjoni me kujdes. Qoftë rusët, qoftë amerikanët, por qoftë edhe kinezët kohët e fundit, tregojnë që kush shkon deri në termosferë, fillon njeriu në termosferë, po flas që është rreth 600 kilometra, parafërsisht 640 kilometra, sepse duhet të dini që për shembull ISS, pra ajo anija kozmike ose si më quhet stacioni internacional i hapësinor që është ISS-ja, është 400 kilometra lart. Pra është më ulët nga termosfera. Qëndron në termosferë, por mes termosferës dhe stratosferës. Dhe ideja është kjo, pyetja është kjo. Pse që të gjithë këta tregojnë që në momentin që shkon astronauti në këto lartësi, pra sa më shumë shkëputet nga planeti Tokë, fillojnë që të has në disa anomali. Për shembull, numri 1, që është thelbësor, dëgjon zëra në hapësirë, dëgjon disa zëra zogjsh, kafshësh, njerëzish, bile qarje fëmijësh, ulërima, bile dëgjon edhe muzikë. Pra që të gjithë tregojnë, të gjithë astronautët tregojnë që ka disa anomali. Pse ndodh kjo anomali? Disa thonë që është një problem i mendjes, pra e shkakton mendja e njeriut. Mirë, po disa nga këta astronaut, bile është një dokumentar që e kanë bërë dhe rusët tani, sepse bëhet fjalë për kohën e sovjetikëve, tregojnë që dikush, një nga astronautët, komunikonte me dikë, pra me një nga këta zëra, që i thoshte se çfarë duhet të bënte. Dhe pyetja është, çfarë i ndodh trurit e njeriut, nëse është një problem i trurit të njeriut? Çfarë mund t'i ndodh? Pra,
i ndodh që ai nuk mund të shkojë pra tej kësaj hapësire, sepse sa më shumë shkëputet nga planeti Tokë dhe aq më probleme ka. Derisa dikush thotë që truri pson një kolaps total. Sa humbasin dijen, humbasin ndërgjegjen dhe nuk janë në gjendje që të kontrollojnë për shembull pajisjet dhe humbasin në hapësirë. Dhe ky është një fakt. Pra nuk është se e them unë këtë. E di thash që dikush nga ju do thotë, po ti ç'na në thua tani në vitin 2025 që nuk kanë shkuar ose jo. Nuk ka problem. Edhe sikur të kenë shkuar, edhe sikur mos të kenë shkuar. Tani problemi është ky. Pse që nga viti 1969 njeriu nuk shkoi më? Sepse tregohet që nuk ka shkuar më. Pra në hën për shembull, që të kaloj eksosferën. Disa thonë që ka shkuan kinezët apo ku shkuan? Sepse, siç ju thash, janë për të kaluar eksosferën janë 10.000 kilometra. Okej? Dhe mendohet që këto anije që lëvizin, pra këto le të themi këto stacione hapësinore që lëvizin në një shtres pra që nuk e tejkalojnë eksosferën. Sepse ajo shtresa trysnia e tokës, që fillon që nga stratosfera thash deri në troposferë, dal nga dal, është ajo pra që mban nën kontroll edhe trurin e njeriut. Tani, dikush nga ju do thot, po mirë, ata astronautë janë të pajisur me tuta, janë të pajisur me skafanda e tjerë. Pak rëndësi ka, sepse është një problem madhor. Ka një fush magnetike që mban që të gjithë planetet, njerëzit, trurin e njeriut, çdo gjë e mban në nivel. Dhe tregohet që njeriu është formuar i tillë, pra konstruksioni i trupit njeriut së bashku me trurin, se është truri është ai që e manovron, për të jetuar në këtë planet. Dhe nëse ai shkon tej kësaj hapësire, truri pson një kolaps dhe shkatërrohet. Pra shkatërimi i trurit bën që ai mos të kthehet më, sepse nuk ka më ndërgjegje, nuk ka më mënyrë që të kthehet, si do kthehet. Bile ka patur raste që disa pajisje janë munduar që ti komandojnë nga toka. Mirë po as ato nuk kanë arritur që ti kthejnë, pra ti manovrojnë. Dhe kemi një pafundësi informacionesh për këtë, që të kësaj që thash. Tjetra është që do thotë njëri nga ju, po ne shkuam në hën në vitin 1969. Ka disa teori që thuhet që nuk kemi shkuar në hën, sepse pyetja e parë kryesore është pse njeriu nga viti 1969 deri sot nuk shkoi më në hën, për çfarë arsye? Me një fjalë, me gjithë këtë teknologji që ne kemi, pse nuk shkojmë në hën? Nuk e quajti më të dobishme? Ja, ky është gabim i madh, sepse ne kërkojmë me ngulm që të zbulojmë mistere. Madje kjo është detyra e shkencës. Detyra e shkencës është që të zbuloj misteret. Mirë po ne duke diskutuar së bashku, ndoshta do i gjejmë edhe disa fakte, pra për të kuptuar nëse shkenca ka arritur dhe deri ku ka arritur që të zbuloj këto mistere. Diçka tjetër, para pak javësh, një komandant i anijes që do niset këtë vit, ndoshta vitin tjetër, në hapësirë për në hën, komandanti, e kemi thënë edhe këtu, tha publikisht që ne më së fundi njeriu do shkeli në hën. Pra, çfarë ishte kjo deklarat? Më së fundi njeriu do shkeli në hën. Jemi krenar që njeriu do shkeli në hën. A nuk tham që shkeli në vitin 69? Pra, ka disa anomali dhe Rusia, bile në disa deklarata, thonë që ne po të flasim, njeriu nuk ka shkuar as gjikundi në disa deklarata. Pra, tregohet që njeriu, në fundit, ajo që mendohet, teoria kryesore është që njeriu duket sikur është i përcaktuar të jetoj këtu brenda këtij planeti, të qëndroj brenda këtij planeti dhe nuk mund të dalë dot. Do thotë në njëri nga ju, po mirë, mund të shkojnë pajisjet. Dakord, mund të shkojnë pajisjet. Ka disa teori dhe për këtë. Thuhet që pajisjet, me një fjalë, tej një farë distance nuk mund të ikin, ose nuk mund të manovrohen. Normal që do thonë ju, po roveri në Mars, apo Voyager që iku. Voyager që iku nuk komandohet dot më nga toka. Ka vite që nuk komandohet më nga toka. E lëshuam dhe kaq. Kurse për Voyagerin, dikush thotë që janë disa forma, më falni, për roverin, që gjëja gjendet në Mars, disa thonë që nuk gjendet fare në Mars.
Megjithatë, edhe sikur të gjendet në Mars, nuk është pyetja këtu për mjetet, sepse në fundit mjetet mund të shkojnë, mund të rrinë pak, mund të po ne ndoshta kthehen, ndoshta jo, ne këtë nuk e dim. Por unë them për njerëzit. Pra njeriu a ka shkuar apo jo? Ky mister, sepse misteri më i madh për mendimin tim është pikërisht pra ajo që ju thash që njeriu kur shkon sa më lart ngjitës, pra sa më shumë shkëputet, jo lart, sepse lart ose poshtë nga çdo anë është, por e zëm sigur është lart. Dhe sa më shumë shkëputet nga atmosfera dhe aq më probleme ka në tru. Sepse fusha magnetike është e fortë, futet edhe brenda skafandrës, futet edhe brenda anijes kozmike, futet kudo, pra në këto mjetet që shkëputen nga toka. Pra në qoftë të se këto krijojnë probleme në trurin e njeriut, a ka shkuar njeriu tej eksosferës apo jo? Sepse tregohet që tej eksosferës është e pamundur, pra 10.000 metrave, 10.000 kilometrave, më falni, është e pamundur. Por nën 10 kilometra thuhet që kanë shkuar sepse lëvizin dhe nuk kanë patur probleme. Pra kjo është një nga teoritë që flasin kohët e fundit. Bile disa studiues që janë studiues me zë, po flas këtu, dhe ne kemi, në qoftë se për ata që nuk e dinë, ne kemi një ligj, si mund themi, që kushdo që shkon jashtë orbite, duhet që të përballet me një ligj të përbashkët se ku duhet shkoj, çfarë duhet të bëj, sepse këto janë ligjet e njeriut. Dhe një nga stacionet më të mëdha është ai NASA-s, me fjalë edhe rusët, nëse do ikin, me se s'bën, duhet të marrin leje ose duhet të komunikojnë me NASA-n, njëkohësisht edhe kinezët. Dhe pyetja ime është mos ndoshta këtu sepse duhet që ti përmbahen disa protokolleve, pyetje kjo, e di që është pak me spec, por le ta diskutojmë sepse ne këtu jemi për ta diskutuar. Dhe në qoftë se kjo është e vërtet, pra si teori, që njeriu nuk mund të dali jashtë kësaj atmosfere të tokës, le të themi. Atëherë, çfarë është njeriu? Mundet që të jetë një specie brenda një si mund të quhet, një bote ose një kontenitori ose një stalle apo si të doni ju, që manovrohet nga kush dhe e përgatitur nga kush kjo formë. Ka shumë teori për këtë. Ka shumë teori, disa thonë që është një mënyrë e krijuar nga reptilianët, disa thonë nga lirianët, disa sepse lirianët erdhën më vonë. Dhe megjithatë, unë dua që të qëndroj vetëm te kjo, a ka shkuar apo jo. Pyetja, do të dëshiroja një përgjigje në këtë pyetje. Pyetja është vërtet serioze. Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni, sepse diskutimi i përbashkët përveç se na informon, siç u thash, na bën me dije. Te dia, siç e kemi thënë, është pushtet. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj. Ditë mbar, sot ditë shiu.